Mjeku jep urdhër, para se të hani qershi, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Duke pasur parasysh se ka në pak kalori edhe shumë veti shëndetësore, mos hiqni dorë nga konsumi i qershive, por konsumi i tyre do të sjellë shumë përfitime nëse ato janë të freskëta dhe të pjekura mirë. Në këtë video, sipas Healthline, do të rëndisim vlerat kryesore që do të ofrojnë qershitë në shëndetin tuaj dhe arsyet pse ato duhet jenë pjesë e pandërprerë e dietave ditore. Qershit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Janë mike të vërtet të linjave. Qershit do t'i japin ndjesinë e ngopjes së mbi të gjitha, kanë vetëm pak kalori. Janë një vakt i mirë rifreskues për pasditet e vona të nxehta të verës. Për më tepër, bishtat e qershive të ziera në ujë me pak kanellë krijojnë gjithashtu një çaj detoksifikues, diuretik, qetësues dhe shumë të nevojshëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, duke luftuar gjithashtu edhe problemet e celulitit. Qershit janë një ndihmë shumë e mirë kundër rrullave të lëkurës. Këto fruta të vogla të parezistueshme përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe ato të grupit B, që janë një burim i fortë i oligoelementëve dhe mineraleve të rëndësishme, mes të cilave hekuri, kaliumi, magnezi, të pasur me antioksidantë të nevojshëm për neutralizimin e radikaleve të lira dhe në luftën kundër problemeve të plakes. Qershit do t'i japin më shumë energji gjatë konsumit të tyre. Sipas disa studimeve të fundit, qershit janë një ushqim i rëndësishëm për ata që merren me sporte pas një aktiviteti fizik. Avantazhet më të mira merren duke konsumuar edhe lëngun e qershive çdo mëngjes. Qershit do t'i japin edhe përfitime për një lëkurë më të bukur edhe më të shëndetshme. Qershit na bëjnë të jemi më të bukur, sidomos edhe për të pasur një lëkurë më të mirë. Me disa qershi dhe një fet kastravece dhe një luk kosi natyral, do të arrini të realizoni një maskë dhe të aplikoni atë në zonën e fytyrës. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë të mahnitshme në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e problemit të rrullave. Kështu, përfitimet që qershi do t'i japin në shëndetin e lëkurës suaj do të jenë të menjëhershme dhe të shumëfishta. Ekspertët i cilësojnë qershit si një prej produkteve më të rëndësishme, të cilat asesi nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj, kjo fal elementeve ushqyes që ato përmbajnë. Qershit do të ndihmojnë në shëndetin tuaj të kockave. Qershit janë burime të mira të antioksidantëve dhe për këtë arsye, ato ndihmojnë edhe në rigjenerimin tuaj të kockave. Mjekët i lidhin në reduktimin e acidit nitrik, që është faktori kryesor i problemeve të artritit, reumatit dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu ato parandalojnë inflamacionin në organizëm dhe problemet e presionit të ulët të gjakut. Ndaj shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje efektive të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Qershit do të ndihmojnë në stabilitetin më të mirë të sheqerit në trup. Për të gjithë personat me diabet, qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të qëndruar më shëndetshëm në organizëm. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe, edhe qershit do të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të duhura të sheqerit në gjak. Antioksidantët, sipas ekspertëve, siç është edhe antiotoksina, sipas mjekëve, do të ulë me 50% problemet dhe luhatjeve të pakontrolluara dhe shqetësimeve që mund t'i shkaktojnë organizmit tuaj në mënyrë të rregullt. Ekspertët thonë se qershit janë të mira edhe në shëndetin tuaj kardiovaskular. Qershit e afta ndihmojnë për të përmirësuar dhe parandaluar problemet kardiovaskulare. Nëse konsumoni vazhdimisht qershi të afta, do të parandaloni riskun e prekjes nga ataku në zemër. Ato ndihmojnë edhe në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke i udhëruar edhe një trup më të shëndetshëm dhe organizëm më të fortë. Qershit janë të mira kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira. Një dietë sa më e pasur me qershi mund të ulë riskun e prekjes nga sëmundjet e dëmshme.
ndaj shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit. Duke qenë të pasura me nivele të larta të fibrave, ato do të promovojnë tretjen më të mirë dhe do të ulin gjithashtu riskun e prekjes nga problemet e zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e afta përmbajnë enzimat të cilat ndihmojnë në luftën kundër problemit të radikaleve të lira. Qershit ndihmojnë gjithashtu edhe në memorien tuaj, duke përmirësuar dukshëm atë dhe duke parandaluar edhe komplikacionet. Janë në një burim i mirë i antiocianinës, që do të thotë se do të keni një shëndet më të mirë dhe një memorie më të fortë. Ky frut i shijshëm ndihmon trurin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorien ndër vite. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të organizmit, duke përmirësuar edhe cilësinë tuaj të gjumit. Konsumi një tasi me qershi në mbrëmje do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershit do të ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe ciklit të gjumit. Kjo pasi janë të pasur me elemente të mirë të melatoninës, një enzim që do të ndihmojë në qetësimin e organizmit, dhe këshillohet të konsumoni gjithmonë qershi të freskëta ose lëngun e shtrydhur të tyre në mënyrë që përfitimet e qershive në organizëm të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu të plota. Ekspertët i cilësojnë qershit si një prej frutave më të mirë që mund të konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj. Si të tilla, ato mund t'japin rezultate mbrojtëse organizmit dhe të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Konsumoni qershit e freskëta në vaktet tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënëse. Sipas studimeve, vetit antiinflamatore të qershive do ju ndihmojnë të flini më mirë në mbrëmje. Një dietë me ngopur me qershi mund t'jap gjithashtu një gjumë më të mirë në mbrëmje. Gjithashtu zvendësoni ushqimet e darkës me fruta, të cilat janë thelbësore për një shëndet të fortë dhe një organizëm më të mirë. Qershit janë të mira edhe në lehtësimin e dhimbjeve tuaja fizike. Qershit janë natyralisht të pasura me kalium që përçon impulset elektrike në të gjithë trupin tuaj. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut dhe hidratimin, në rimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, rrahjet e zemrës dhe ekuilibrat e pH-it. Një gotë me lëng qershie do të ofrojë 330 mg kalium, që përbën rreth 10% të dozës së rekomanduar ditore të kaliumit në dietën tuaj. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të luftojë gjithashtu edhe problemet e inflamacionit. Studimet kanë treguar se antioksidantët që gjenden te qershit mund të paksojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionet të shkaktuara nga osteoartriti. Si të gjitha frutat dhe perimet e tjera, qershit duhet të konsumohen brenda dozës së rekomanduar ditore në mënyrë që të përmirësoni shëndetin dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Konsumoni qershit e freskëta në vaktet tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni do të jenë të shumëfishta dhe shumë efektive në mbrojtjen e shëndetit. Si të gjitha frutat, qershit duhet të konsumohen sa më natyrale, të pastruara mirë dhe pa shtesa të ndryshme. Qershit përmbajnë lëndë ushqyese si që në fibrat, vitaminat, mineralet. Vitamina C është thelbësore dhe rëndësishme në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe atë të lëkurës, ndërsa kaliumi është thelbësor për shëndetin e muskujve, funksionet nervore dhe rregullimin e presionit të gjakut. Ato janë të pasura me antioksidant dhe përbërës të tjerë edhe antiinflamator. Përqendrimi i lartë i përbërjeve bimore në qershi mund të jetë përgjegjëse edhe për shumë përfitime të shumta të këtij fruti. Në veçanti përmbajtja e tyre e lartë e antioksidantëve do të ndihmojë në luftimin e stresit oksidativ. Qershit janë të pasura me nivele të larta të polifenoleve që ndihmojnë në luftën kundër qelizave të këqija, zvogëlojnë inflamacionet dhe promovojnë shëndetin tuaj të mirë në përgjithësi. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të rimëkëmbë trupin edhe pas një aktiviteti të fortë fizik ose edhe pas një pune të lodhshme. Studimet kanë treguar se elementet antiinflamator dhe antioksidantët e qershive mund të lehtësojnë këto shqetësime.
Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.